Federata Shqiptare e Basketbollit ka hedhur një hap të rëndësishëm drejt strukturimit të ekipeve përfaqësuese duke përzgjedhur këto ditët e fundit edhe elementet më të mirë për kombëtarët tonë të koshit për nën 14, nën 16 dhe nën 18 vjeçarët. Duke folur për televizionin shqiptar, sekretari i përgjithshëm i FSHB-s Kora Bllazani ka shpjeguar rëndësinë e kësaj strukture të re. Qëllimi kryesor ka qenë krijimi i sistemit për të bërë një skuadër kombëtare të natyrshme dhe jo të sforcuar, dhe njëkohësisht për të riabilituar gjendjen e të gjithë sistemit të basketbollit në Shqipëri nëpërmjet kampionatit kombëtar. Në vijim, Bllazani ka sqaruar edhe teknikalitetet e funksionimit të kësaj skeme. Për këtë qëllim, u seleksionuan skuadrat U14, u seleksionuan skuadrat U18, U16 dhe U18. Ka një angazhim të anëtarëve të kryesisë, të cilët po merren seriozisht me gjithë këtë sistem, madje njëri nga to, zoti Taflaj, ka mbështet, domethënë, ardhen në një specialistit huaj nga Malezi, i cili po merret me gjithë këtë sistem, po cakton detyra, po i njeh nga afër. Dhe për këtë qëllim, hapi i dytë i këtij programit ishte pjesëmarrja në turneun e Malit të Zi, që do të pasohet përsëri me turne të tjerë, si në Sloveni, në Itali, në Kosovë, po hapi mundësinë edhe në Maqedoni. Aktualisht, kombëtarja jone nën 16 vjeçarëve ka marrë pjesë në një turne miqësor të kësaj grupmoshe në Malin e Zi, ku ka arritur rezultate mjaft të kënaqshme.